E ta që më ndihmo sa herë që ti më keq. E kemi ndjekur Redona Makashi dhe Lot në Shik, të këngë të bukur na ka shoqëruar për ca minuta këtu tek pjesa 2 e programit Mëngjesit në Radio Kosovë. Dhe të nderuar miq, siç ju kam paralajmëruar, do t'ju dhënë një bisedë të drejtë për drejtë me Bledar Krasniqin, që është ekspert për mbrojtjen e bimëve. Do të flasim për ndikimin e temperaturave të ulta dhe ngriçave pranverore tek bimën në përgjithësi, në veçanti tek pemët. Bledar, mirëmëngjesi dhe përshëndetje nga kryeqendra. Mirëmëngjesi, përshëndetje nga Rovi. Falenderoj për gatishmërinë për zhvilluar këtë bisedë të drejtë për drejtë këtu tek programi Mëngjesit. Shumë rand ndodh që me fillim në muajit prill të kemi temperatura kaq të ulta, ato kanë zbritur edhe në vizit të ulta deri -3, -4 gradë Celsius për 3 ditë me radhë, po na shoqërojnë këto temperatura. A do të kenë efekt negativ tek bimën përgjithësi, në veçanti tek pemët? Nga vetë fakti që janë temperatura minus, na lejon të kuptohet se do të kemi pasoja, e sidomos tek pemët të cilat janë periudhën e lezimit, e sidomos tek pemët që janë bërthamore, si që kemi pjeshka, kojësia, nektarina, kumbulla, e to në radhë, këto do të kenë një pasojë shumë të madhe, sepse disa prej tyre janë edhe shumë të hershme nga ona vegetacionit dhe frutët e tyre e kanë marrë formën si një ulli i zi, kemi parasysh çfarë do të them, domethënë kemi një djegje të frutave, të pemëve, të cilat janë më të hershme, kurse një dëmtim goxha të madh tek lulet e tyre. Pra, tek sythat, tek lulet dhe frutave në zhvillim, a? Po, tek pemët të cilat janë me periudhë më të hershme, po të them se ka pemë të grupit bërthamor, por ende nuk kanë gjetur lule dhe për ato nuk është ndonjë problem. Domethënë se kanë ciklin më të vonshëm. Sidomos në rrafshin e Dugaxhinit ku temperaturat gjithmonë janë më të larta, a? Po, më të larta edhe pse veç domet janë bon, neve i kemi rekomanduar fermerët të marrin ato metodat, mund t'i quajë të vjetra, mirë po janë të përdorshme dhe kanë një efekt shumë të lartë. Për shembull, djegja e një kashti të lagur, apo djegja disa kazane të quaj me vaj motorik djegur, me naftë apo diçka të ngjashme. Po, por kjo do të jetë e vështirë për ata fermerë cilët kanë plantacione me shumë pemë. Shumë e vërtet, po është një metodë paktën për një sipërfaqe ku se jo të gjitha plantacionet janë me vegetacion të njëjtë, kom fjalën për hershme apo të mesme apo të vona. Kjo parasysh ku do të potencoj. Po, ndërkohë këto sugjerime i keni dhënë paraprakisht fermerëve në këtë drejtim juve si. Patjetër, i kemi dhënë fermerëve të cilët neve në rrugën ditore edhe i takojmë, edhe i njohim personalisht. Disa prej tyre i kam vizituar edhe në përmishët e tyre, disa kanë arrit me mbrojtje diçka them kështu. Po. E po tek hardhia me që është prezente shumë në rajonin tuaj, a do të ketë ndikim negativ apo hardhia për fatin e saj mund të quaj kështu, është një bimë e cila syfat në syfin e hardhisë është gjenden edhe dy në syfat tjerë, të cilët mund të quajmë syfat e rezervës. Kjo ndihmon që ata të mos dëmtohen në total. Hardhia rrushit është më rezistente sepse pemë në këtë drejtim. Po, prandaj edhe efekti i këtyre temperaturave të ulta në këtë kohë pranverë do të jetë më i pakët, a? Më i pakët se ka një stres me push, apo si ta quaj atë popullor si lloj leshi i letë, push i themi neve, edhe ajo ndihmon që të ruan syfat në brenda hardhisë sepse i ka dy nën syfa. Kjo hardhinë e bën shumë të veçantë për nga mbrojtja në temperaturave. Juve tha që efekti i këtyre temperaturave të ulta në këtë kohë do të ndikojë tek rendimentet përgjithësi të këtyre pemëve. Po cilat janë ato pemë, nëse mund të përmend, që janë prekur më shumë nga këto temperatura të ulta në këtë kohë? Po, e kemi kumbullën, e kemi pjeshkat, e kemi mollët që janë të hershme, e kemi disa nektarina, pjeshka, disa si themi ne kojësi pjeshkë, domethënë si një lloj shartimi mund të jetë. Disa dora të hershme, po jo të gjitha. Jo të gjitha.
Po, domethënë ona jonë mund të jetë më dëmtuar sepse kemi vegetacionin rreth 2 javë më herë se rrafshi i Kosovës. Se rrafshi i Kosovës. Për sa i përket temperaturën mund të jemi më të dëmtuar. Pra këto efekte mund të jenë të ndryshme në bazë të rajoneve. Në rrafshin e Dugagjinit do të jenë më të prekura këto lloj pemësh që kemi një vegetacion më të hershëm. Kjo ka ndikuar që na jemi më të prekur në këtë periudhë të vitit. Po, zakonisht këto pemë rezistojnë temperaturave deri ka fundi i marsit, por që këto temperatura kaq të ulta në prill kanë ndikuar më shumë. Po kanë ndikuar sepse gjatë muajit mars i patëm të lëhatje të larta temperaturave dhe klimat e pranuan se dul pranvera kuptimin kështu të fjalës edhe me temperaturën filluan lëvizjet e lëngjeve nga periudha qetësisë në periudhë të pranverës. Po, përveç juve si ekspert, a ka patur në nivelin lokal edhe qendror, a sugjerime paraprakisht që do të vinë këto temperatura të ulta në këtë kohë pranverë dhe kujdesi duhet jetë i shtuar nga fermerët në këtë drejtim? Ka pasur nga drejtoria e bujqësisë, ka pasur nga disa dikasterët e Ministrisë Bujqësisë, ka pasur nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, që një intervistë cilën vetë kam ndjekur, ka pasur paralajmërime, por populli jonë jo të gjithë e morën si të mirëqenë, atë kuptimin ai se nuk ja qellon. Megjithëse në këtë kohë, shikoj, parashikimi i temperaturës është shumë i saktë, sidomos në 2 javët e para. E thon kështu nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, jemi shumë të saktë për 2 javë të tëra, më pastaj mund kemi lëvizje të ajrit, aty këto mund ndryshojnë, por për 2 javë parashikimi janë të sakta, prandaj është dashur që vetë fermerët dhe bujqin përgjithësi të marrin këto masa në këtë drejtim, duke shpresuar që inshallah të mos kemi vitet të ardhshme, po kur do të kemi këto temperatura kaq të ulta në këtë periudhë kohore, sidomos në stinën e pranverës, të mirën masa paraprakisht për të mbrojtur pemët në këtë kohë. Po, edhe në kohën e fundit po aplikohen disa biostimulantë, të cilët po të quhen antifriz, por në fakt nuk janë antifriz, janë biostimulantë të cilët e stimulojnë bimët që edhe gjatë natës mos të kalojnë në periudhën që të pojmë ne periudhën e gjumit, mos të flanë bimët, mos të janë të kohës pasive, dhe me thënë le të qarkullojnë lëngjet edhe natën sikur ditën. Po, dhe këto nuk janë të dëmshme nëse përdoren, a? Dhe fjala bio po tregon që janë organike, janë të jushme, sepse Ministria e Bujqësisë ka disa regjistra që i kontrollon të gjëra. Po. Bledar, faleminderit shumë që zhvilluam këtë bisedë të drejtë për drejtë tek programi mëngjesit rreth ndikimit negativ të temperaturave të ulta dhe ngricave në këtë kohë pranverë, sidomos tek pemët. Juve thatë se cilat janë ato pemë që janë prekur më shumë nga këto temperatura të ulta që kanë mbretëruar për 3-4 ditë. Do t'i kemi edhe sonte dhe nga nesër e sidomos pas nesër do të kemi rritje graduale të temperaturave. Suksesin në punën tuaj. Faleminderit e juve, mirë zgjoftë. Faleminderit ju. Të nderuar miq, kemi zhvilluar këtë bisedë të drejtë për drejtë me Bledar Krasniqin, që është ekspert për mbrojtjen e bimeve rreth ndikimit të temperaturave të ulta dhe ngricave pranverore, sidomos tek pemët. Ju kujtoj, temperaturat e ulta në pranverë mund të paraqesin rreziqe të mëdha në pemëtore, veçanërisht kur ato ndodhin gjatë periudhave kur pemët frutore janë në lulëzim. Këto rreziqe prekin pemët frutore në mënyra të ndryshme, përfshirë dëmtimin e sythave, luleve dhe frutave në zhvillim.